Kushtet atmosferike të këtij viti dëmtuan rënd prodhimin e qershisë. Fermerët e zonës së Leshnicës të bashkisë së Pogradecit shprehen se këtë vit janë me humbje. Këtë vit vinë kërkojnë, po s'ka. Unë humba gati 3-4 melon për qershive. S'ka, e qershia, është bujësia. Komën e prishi, qershin e prishi, mollën e prishi, e ngrita. Si vjetë, ndikoj pësi për qershive me lek. Gjërë tash i pati lagështira, tash i morin zeta. U dëmtuan sythet edhe lulet? U dëmtuan komplet të tëra. Si vjetë jo, s'ka përva ki. Para tikën edhe gjehic. Nga ana tjetër as shteti nuk ka marrë masa për subvencionimin e fermerëve që këtë vit kanë dalë me humbje të mëdha. Po shteti vetëm mushin qepën e tyre, po s'pjet për fshatin. Se po të fletë për fshatin, s'ka malli, s'ka çdo gjë. S'ka ardhur as ka pyetur njëri fare. Po shteti e di vetë, çfarë të themi ne? Shteti e di vetë. Se di ai. Ja unë mbas për shembull as fita gjë. Si, çfarë dashur. E teksa mungesa e qershive nga fermerët për shkak të kushteve atmosferike është frytzuar nga tregtarët si të shumicës ashtu edhe të pakicës të rrisin çmimin e qershisë në treg më shumë se çdo vit tjetër.